Në zemër të Tiranës, aty ku historia dhe identiteti kombëtar ndërthurën në çdo hap, flamuri kuqezi valvitet si dëshmi e një trashëgimie të pathyeshme. Në këtë hapësirë simbolike, ku ndër vite janë artikuluar aspiratat më të mëdha të shqiptarëve, lindin dhe marrin formë ide që synojnë të forcojnë themelet e demokracisë dhe sovranitetit ton kombëtar. Në këtë frym vjen dhe vepra studimore profesor Safet Sadiku, një zë i angazhuar i diasporës shqiptare, i cili përmes librit të tij sjell jo vetëm një analizë thelluar, por dhe një thirrje për ndërgjegjësim dhe pjesëmarrje aktive në jetën publike. Ky botim nuk është thjesht një kontribut akademik, por një akt përgjegjësie kombëtare që synon të afrojë shqiptarët rreth një ideje të përbashkët, fuqizimin e zërit qytetar përmes referendumit. Pak ditë më parë, në kryeqytetin e Shqipërisë, pikërisht përgjatë bulevardit të njohur Dëshmorët e Kombit, në hapësirën ku ndërthuren sheshi Nën Tereza dhe korpusi universitar, u zhvillua një aktivitet me rëndësi të veçantë kulturore dhe historike. Intelektual dhe veprimtar të njohur nga Lezhë, Tirana, Prishtina, Medvegja, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës u mblodhen për promovimin e librit Zërat Bashkuar për platforma për referendum kombëtar me autor profesor Safet Sadiku. Atmosfera aktivitetit ishte ngarkuar me simbolik kombëtare. Flamuri kuqezi dominon të hapësirën duke përforcuar mesazhin e sovranitetit dhe identitetit që kjo platformë synon të artikuloj përmes mekanizmave demokratik. Diskutimet u zhvilluan në frym serioziteti dhe përkushtimi duke reflektuar një ndjenjë të fortë përgjegjësie kolektive. Ky takim nuk ishte vetëm një promovim libri, por një përpjekje konkrete për të ndërtuar një kulturë të re pjesëmarrje qytetare. Të pranishmit që vinin nga trevat ndryshme shqiptare dhe diaspora dëshmuan për një bashkim domethënës rreth një ideje të përbashkët. Aktiviteti u moderua nga mjeku dhe veprimtari Aleksandër Marku, i cili bëri dhe hapjen e takimit. Dhe libri i cili është nxjerr nga autori miku jon i përbashkët dhe patrioti i përmasave kombëtare Safet Sadiku. Tani sa i përket për platformën për referendum kombëtar, do të flasë vetë autori dhe autori do flasë edhe në njohjen profesionale, po dhe njohjen juridike të kësaj platforme dhe të librit. Autori, profesor Safet Sadiku, falenderoi pjesëmarrësit dhe theksoi rëndësinë e nivelit përfaqësues të të pranishmit. Vetë fakti që është një specifik e vullnetit që ju keni ardhur këtu, na bën përshtypje gjithëve dhe na jep një mësim, një leksion të cilin nuk mund ta shlyejë askush. Kjo është historia e popullit shqiptar, por në rrethana të reja ne sot kemi arritur në një pikë shumë të veçantë që gjithë këto vullnete pozitive, gjithë këto energji pozitive të vetë administrojnë. Sigurisht që pas regjimeve shqiptarët përsëri përjetuan një tranzicion. Unë do të futem më një herë në temë, domethënë ka një provojë disa vjeçare, mos më thon 3-4 dekada në mënyrë të vazhdueshme, sepse gjithë ne, sikur që të fillojmë nga Janina, që nga Arta, Gjirokastra, dalëm Mitrovic, në Presheve e tjera, ka familje tradicionale të cilat e kanë mbrojtur trullin, tokën, gjuhën, flamurin, simbolet dhe janë të lidhura me trullin shqiptar. Kjo është shumë e fortë. Por realiteti i sotëm, juridik sidomos, ende nuk është i zgjidhur. Titulli platforma për referendum kombëtar nuk është i rastësishëm. Domethënë, është një program tashmë i shkruar në një sop letër, që është botim, dhe është shumë kompleks në një farë mënyre atë që kanë bërë shtetet e perëndimit, duam të nisim të bëjmë edhe në tej. Ilmi Halili nga Kukësi trajtoi çështjen e integrimit shqiptarëve jashtë kufive shtetëror. Kanë pasur historikisht domethënë vlerat e tyre, të cilat i kanë shërbyer domethënë shoqërisë dhe zhvillimit të vendit. Një rëndësi të veçantë, platforma për referendum kombëtar ka dhe integrimin e shqiptarëve, që aktualisht ne jemi në Ballkan 10.2 milion banor dhe në diasporë gati 20 milion banor,
të cilën jemi të shpërndar, a kupton, dhe nuk jemi të integruar me njëri tjetrin, duke patur një gjuhë, një flamur, një hym, por jemi ndarë dhe të coptuar, sepse kjo ka qenë qëllimi i gjithë fuqive armiqësore të vendit tonë, për ta parë kombin tonë të coptuar dhe për ta kontrolluar. Dhe integrimi shqiptarëve në një gjuhë, me një flamur, një zakon, një tradit, një abetare, ne dashje pa dashje na parafron dhe na bashkon. Dhe kjo është mënyra më demokratike, duke u parafruar, duke u bashkuar me gjithë shqiptarët, dhe kështu bëjmë një fuqi tepër e madhe 32 milion shqiptarë që vendosin për fatet tona. Sepse fatet tona do t'i vendosim ne, mos t'i vendosim të tjerët. Por duke integruar me njëri tjetrin, gjithë shqiptarët, duke integruar edhe politika, edhe gjithë të shoqata e forumet të ndryshme që janë gjithë në Shqipëri dhe në diasporë, të cilët ata në pozicionet e tyre kanë ato simbolin e flamurit dhe punojnë. Ata bëjnë punën e tyre, por aman kjo është një, si të thuash, jemi shumë të shpërndarë. Ndërsa promovim libri, unë e kam quajtur bashkëbisedim. Domethënë bashkëbisedim sepse ju jeni gjithë niveli intelektual, nivel me eksperiencë në përfundra të ndryshme e tjera tjera. Domethënë nuk kam diçka të veçantë më tepër ose më mangë, bile mund të ketë këtu ndonjë provojë, njerëz që janë shumë me provojë edhe shkencore. Prandaj duhet të bashkëbisedojmë dhe të kuptohet ky si program kompleks që fillon zgjidhjen e hapit të parë. Dhe cila është zgjidhja e hapit të parë? Njohjen e vlerave, simboleve të unifikuara. Gjithë programi është unifikues, por vendimet që do merren edhe që do shtrohet për vendimmarrje është përmes referendumit që e njeh BE, e njeh SBA. Por janë të lidhura një varg çështjesh. Pra nuk do bëjmë kërkesë për njohje të referendumit, në qoftë se ne nuk kemi aftësi me instalu një administratë që na ofron sot BE-ja dhe mjerisht ende nuk pranohet nga as Republika e Kosovës, as Republika e Shqipërisë. Për Republikën e Ilirisë së Kosovës Lindore, situata është edhe më e rëndë, nuk po flasim. Domethënë, janë kështu të gjërat që vinë në proces dhe ne do startojmë të pavarur pa qeveri, sepse nëse do ketë qeveria fat dhe sukses që të futet në BE, Shqipëria, ne kjo në ndihmon, sepse e kemi ligjin tjetër, që shumica unë këtu që e kam parë s'janë fare të informuar. Domethënë, ne kemi bërë konceptin e një studimit të pavarur shkencor. Ju do thoni, shiko se duhet lek, duhet kjo, duhet... Pjesa e buxhetit që bëhet në të ardhmen për katedrat të institutit, sepse jemi të vëdishëm që veç me referendum nuk zgjidhen probleme. Ne duam zhvillim ekonomik afatgjat. 30 din 50 vjeç. Atëherë do kemi buxhet të garantuar me ligj. Deri atëherë do i shfrytëzojmë vullnetin e njerëzve që janë për këtë çështje, sponsorët, një antarësi, dhe kjo antarësi do kalojnë në tatim. Akademik Murat Ajvazi nga Zvicra, drejtues i lidhjes së historianëve shqiptar në botë, analizoi përmbajtjen dhe mesazhin e librit. Të nënë Kosovë dhe çdo komunë në Shqipëri dhe çdo bashki për t'i përmirësuar njerëzit, qytetarë, fshatarë, bujqët të gjitha shtresat e treve shqiptare dhe t'i përgatitur për një referendum ku do të nënshkrujmë peticionin, do t'i drejtojmë qeverive. Vëllë me fjallë qeveria. Qeveria është e që në lejon neve, pa morë parasysh që unë jam qeveri, është mikja, a jeni ju, ajo do të lejoj referendumin. Profesor Recep Abazi nga Medvegja solli një përshëndetje dhe reflektim nga trevat shqiptare ende nën represionin serb. Gjëja tjetër që dua ta them është se unë me familjen time, me miqtë e mi dhe me shokë që vinë nga Medvegja, e mbështesim që në nismë dhe vendimin e platformës për referendum kombëtar dhe institutit studimor në këtë platformë. Kjo qëndron edhe më tutje edhe do të mbeten derisa të ketë nevojë për këtë mbështetje. Për atë kam marrë nga Medvegja dhe i përcjell përshëndetjet
e pjesës më të vogël të kombit shqiptare, e cila mbjeton që 150 vite atje. Ndarja e tokave shqiptare, sepse kombi shqiptar s'u ne ka ndakush, as në ditët kur kanë menduar se e ka ndarë kombin, por neve na ka ndarë toka shqiptare dhe po i shfrytëzojnë të tjerë që kombi shqiptar nuk po i shfrytëzojnë. Ajo ka qenë në duar të tjetër kujt, pa dëshirën tonë, atëherë edhe pa fajin tonë. Por, kjo që e mundëson platforma për referendum kombëtar, aq sa kam mundësi unë ta kuptoj, është që bashkimi është në dorën tonë. Por atë e kam mbështet edhe do ta mbështes deri të fund. Edhe e falenderoj Zotin që nga shqiptarët, për punën e shqiptarëve dhe për çështjen e shqiptarëve, ka një shqiptar që e ka gjetë gjën më të duhur për kohën e sotme, por më me rëndësi për të ardhmen e kombit tim. Veprimtari Marcel Laçej hodhi idenë e një himni të përbashkët kombëtar. Që e parë që të një kom është hymni. Dhe pa parë të Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë. Ju e dini se ti Republika e Kosovës, që s'ka pikë fajtë dhe du shpiti dhe më shumë se ajo, ka hymen dhe a disi quhet hymni Kosovës, që për dini në një që vetë quhet hymni Europa. Dhe është pa fjalë. E ka bërë me të që kompozitori është shqiptar. Por a pa fjallë dhe imagjinoj sa mund të merresh vesh kur nuk flet. Dhe fjalla është e para, dhe fjalla që është e para në Kosovë nuk e kanë leju ata që se kanë leju për me, pra, ekzekutohet hymni i flamurit në Kosovë pa fjallë, skandal, iko, s'pa komentar më gjë. Po bëj paralelizëm. Hymni i Republikës Shqipërisë. Hymni i Republikës Shqipërisë e ka bërë Shqipërian për UNESCO. Kompozitor shumë i mirë shkequr. Namik Selmani nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, autori disa veprave kombëtare, lidhi krijimtarinë e tij me idenë e referendumit. Referendumi kombëtar, ekip nuk e di kujt shteti ose ku do jetë ekip, pyetja e parë. Pyetja e dytë. Juridikisht, unë nuk jam jurist, jam letrar. Juridikisht, i drejtohet të shteteve, i drejtohet Evropës, po bëj pyetje shumë të thjeshtë, nuk e njoh juridik. Pra do të drejtohemi Bashkimit Evropian, do drejtohemi shtete respektive e tjera. E dytë, sa kohë do duhet, po i quajmë, ose fillimi, se fillimi është shumë i hershëm. Po nga kjo ditë që po flas, sa kohë do të duhet afërsisht që referendumi të vijë një vull, i vori sa ti do të kushtojë. Nuk ka kohë. Ska ana të veç. Jo, e kuptoj. Pra, për të shuar platformë juridikisht, sa kohë duhet? Unë të kuptova, mos më lejo. Vjen keq, Aristotel Petro ngriti shqetësimin për burimet e problematikave kombëtare. Po, ashtu siç u tha nga shumë folës, vendi ynë dhe populli shqiptar karakterizohet nga një problematik shumë e madhe, e cila qindjet e fundit sa vetë dhe agravohet dhe më tepër. Vetë rasti që zotëria tha që Kosovës i kanë vënë një hymn kombëtar pa fjalë, apo i kanë vënë një flamur ndryshe nga i shqiptarëve, tregon një tjetër përçarje, njësoj si kur më përpara troja shqiptare janë dalë midis shteteve Greqi-Shqipëri apo dhe Serbi-Shqipëri, pse jo. Unë e njoh mirë territorin grek, greqishtin dhe shumë vende aty dhe mund të them me siguri të plotë që gjithë populli i Greqisë ka qenë jo pak shqiptar se sa jemi ne sot në Shqipëri. Por çfarë është bërë? Ajo që ne quajmë botë e civilizuar apo Evropë sot, është pikërisht ajo iniciatorja e shkatrimit dhe mohimit të kulturës dhe trashëgimisë tonë kombëtare. Dod Luli vlerësoi librin dhe kontributin e tij analitik për tashmen dhe për të ardhmen. Kauzën të platformës. Ti japin shpjegime për këtë pjesë i ka dhënë autori dhe për binjet e mia personale, sa që kam parë në rrjetet sociale se miku jon tha jam me librin i panjohur dhe si mund të flasë në kishtë plot të drejtë. Më ka qelluar ose më ka tërhequr në portale një shpjegim dinjitos, i bazuar në juridiksion
perëndimor dhe diplomatik. Nuk ka lënë gjë pa shpjeguar si themi në natë shprehjen tonë që edhe detajat më të vogla edhe për kanoni ka qenë një term që edhe për ato pule që kaloshin te komshiu mund ta zgjidhte si nuk ka lënë gjë pa shpjeguar. Hamdi Hasan Vitia shprehu mbështetjen për këtë nismë. Profesorët Federiku, mirë po e kam pak një vrejtje apo një kërkesë. Na, në qesë që jemi persmarsto, e përkravi platformën patriotisëm. Po se cilë e thirujnë patriotizm, po dojnë punë pak. Unë e kërkoj punë të kemi më shumë, panojna për platformën për kombëtar, të firmojmë disa ekipa apo këshilla, se na kemi mojnë Tiranë, kemi mojnë Viti, kemi mojnë Shkodër, të treza apo takime, po të zgjerojmë rrjetin edhe të punojmë natë e ditë. Gjeni Aliçkaj e ardhur nga Athina theksoi rëndësinë e jetësimit kësaj platforme në shërbim të kombit. Sot kam ardhur këtu për të mbështetur dhe për të përkrahur punën shumë të madhe të Zotit Stafet Sadiku dhe në mbështetje edhe me bashkëpunëtor të tjerë dhe duke qenë sepse unë Zoti Stafet e njoh nga Zoti Frederik Russo, që është një nga kryesorët e platformës dhe të referendumit kështu ti të prezantoj, nuk e di konkret nëse do të kajt thjesht për të prezantuar këtë gjë. Kam ardhur këtu për ta mbështetur punën e madhe që ka bërë Zoti Stafet Sadiku për platformën e referendumit të Shqipërisë dhe për ta dhënë një ndihmë fizike nga afër për këtë punë që ka bërë. Të punosh dhe të sakrifikosh për të harxhosh energji, kohë, privatësinë, ekonominë, për vetën e familjes do të thosh se je njëri normal. Ti përdorësh këto dhe ti shfrytëzosh këto dhe ti sakrifikosh këto që tash më lart për dikë që do thotë që ti je njëri që do vetëm të ndër shumë dhe futesh te njerëzit e grupimi njerëzve të mirë. Të sakrifikosh gjitha këto përsëri që tash mos ti përsëris. Për një fushë më të gjerë, një vlerësi më të madhe siç është komuniteti, qyteti, shteti apo kombi si Zoti Stafet Sadiku, do të thotë që nga ky njeri duhet marrë shembull. Profesor Pajtim Ribaj e konsideroi librin edhe si një sfidë ndaj institucioneve. Del që dia ka fuqi dhe një mendim për një alternativë demokratike të drejtë kombëtare mbi një bazë me një përvojë të gjithanshme, juridike, sociale, politike dhe sidomos institucionale mbar kombëtare e përcjell libri dhe të bësh libra të tillë me objekte të tilla janë zakonisht sfida për institucione. Prandaj e përgëzoj Zotin Stafet, i cili nëpër masat e një institucioni ka mundësuar të prodhojë një libër të gjithanshëm, të cilin të gjithë do ta lexojmë dhe shumë pyetje tona do të marrin përgjigje këtu. Flasim për një problem të madh. Është një proces, e tha dhe Zoti Stafet, edhe ju diskutuat. Pavarësisht dëshirave tona, ne në radhë parë do të njohim gjendjen. Secili nga ju prezantoi gjendjen e trevave të ndryshme dhe të realitetit shqiptar, por mos u mendojmë që e njohim mirë gjendjen. Të njohësh gjendjen kërkohesh të kesh dhe aftësi analitike, fuqi intelektuale, dëshirë të madhe, po edhe lëvizje praktike për ta testuar. Në përfundim të aktivitetit, autori falenderoi të gjithë pjesëmarrësit për angazhimin dhe përkushtimin, duke vlerësuar veçanërisht sakrificën atyre që kishin udhëtuar nga larg për të qenë pjesë e këtij diskutimi. Ky promovim mbetet një dëshmi e gjallë e një momenti bashkimi intelektual dhe qytetar, ku libri shërben si piknisje për një debat të gjerë mbi të ardhmen demokratike të shqiptarëve dhe rolin e tyre në vendimmarrje. Moto e realizimit programit platformës për referendum kombëtar do të jetë të shikojmë ndërtimin e së duke mos harruar të kaluarën tonë gjatë gjithë fazave të historisë. Në këtë takim u vlerësua fakti se secili antar që do t'i bashkëngjitet kësaj nisme, pavarësisht të kaluarës së tij për sa u përket bindjeve politike, besimit fetar, nivelit përgatitjes arsimore, nuk do të paragjikohet, por do të pranohet normal si gjithë të tjerët. Të gjithë ata që pranojnë veprimtarinë në kuadër të programit dhe rregullorës së punës të platformës për referendum kombëtar për të qenë kontribues në procesin e integrimeve të brendshme shqiptare do të jenë të mirëpritur.